Mitrovica ka mbetur poshtë. Çdo aspekt. Për mu, unë po foli për mu. Ka mbetur pa zhvillume, po. Pa zhvillume. Ka qenë qytet industrial, mirë që kombinati Trepqa u konë atër në kohën e vetë, mirë po kombinati Trepqa që është se ekziston fare, e prapa mbetur. Por mua e prapa mbetur, edhe pse unë jam lokalist shumë i madh, kretë që thënë ta populli, kretë paret i dynjas me më jep, unë i Prishtinë marrë me jetu kur njëtë. Kur, për bez kur, mos më keq kuptojnë publiku, po unë jam lokalist shumë i fortë. Unë e kretë paret i dynjas me më jep, unë i Prishtinë u vi me jetu. Anë shumë mirë. Interesant me ndëgju për një mërgjimtari, plus që ka dhënë kontribut madh për qytetin, për sportin, me thonë Mitrovica ka mjeti pa zhvillume, se zakonisht ndëgjojmë, shko atje atë, po me gjitha ta, urojmë dhe shpresojmë, ka me u bë më mirë, ndoshta edhe jari kujtum drejtorisë sportit që një dy zotni kanë dhonë kontribut. Ajo po se po. Po sa që është për sektorin tonë e mbullin. Absolut, e ndëron vetën, Pa normal. edhe e ngrit vlerën e ti, sepse gjemati, që thëjmë me ajgare, thëjmë qërë mërë kë kryetari ri, ose drejtor pinje këta, kë pinje sportin. Faleminderit shumë me knasi kishim me vazhdu tutje, urojt shihemi herave tjera. Florent, faleminderit shumë, nëse ke një mesazh për fund, agron gjithashtu. Po, një mesazh për krejt ndjekësit, për mërgjimtarët, për sportdashët. Në përgjithësi, secillit i dëshiroj spari shëndet,